Për shkallëzimi i ri i dhunës në lindjen e mesme solli edhe frikën e menjëhershme të pasojave të saj në zhvillimet ekonomike. Në bursat botërore aktivizohen mekanizma të njohur në rastin e një krize të re. Çmimet e aksioneve bien, kërkohen alternativa më të sigurta për investime si bono apo floriri. E njëjta gjë po ndodhet edhe tani, pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit, vlera e aksioneve të disa kompanive izraelite po bie në bursën e Londrës dhe në tregjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë çmimi i naftës u rrit ndjeshëm të hënën. Kostot e prodhimit dhe transportit po rriten dhe kjo u pasqyrua menjëherë në bursa. Tregu i naftës po reagon sepse ky konflikt po ndodh në një rajon ku gjenden vende të rëndësishme prodhuese të saj, shpjegon Moritz Kremer, ekspert i tregut të naftës. Rreziku kryesor tani që shqetëson shumë tregtar është pyetja nëse Izraeli mund të vendosë të hakmerret drejt për drejt ndaj Iranit, duke pasur parasysh se ky vend mendohet të qëndrojë pas sulmeve të Hamasit, shton ai. Në rastin e një skenari të tillë, konflikti do të përhapej në të gjithë rajonin. Bllokadat detare mund të pengojnë tregtinë përmes ngushticës së Hormuzit, e cila është një nga arteret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Bllokadat të tjera tregtare janë gjithashtu të mundshme me qëllim dobësimin e fuqisë së vendeve që janë fqinj me Izraelin.